تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Lavdrimi plot dhe I përsosur I takon Allahut, dëshmojmë se nuk ka të adhuruar të vërtet përveç Allahut një, dhe I pashok dhe dëshmojmë se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij. Salavatet dhe selamet Allahut qofshin me të, me familjen e tij, me shokët e tij dhe me gjithë ata që I ndjekin me punë të mira deri në ditën e gjykimit. Më pas, robërt e Allahut, kiheni frikë Allahun dhe kthehuni gjithmonë tek Ai. Kiheni frikë Allahun duke pasur parasysh mbikëqyrjen e Tij dhe duke ditur se Ai ju dëgjon dhe ju sheh kudo që të jeni. Përgatituni për ditën e vdekjes dhe të takimit me Zotin tuaj, pasi së shpejti do të udhtoni dhe drejt botës tjetër dhe të përjetshme do të shkoni. Allahu subhanahu wa ta'ala e ka përmendur dhe e ka përsëritur në mënyrë të vazhdueshme vdekjen, ndonse shumica njerëzve janë në huti dhe në neglizhencë të madhe ndaj kësaj ndodhije. Robërt e Allahut, vdekja është ngjarje tronditse. Ajo e çon njeriu në stacionin e parë të ahiretit. Kur një njeri vdes, për të ka filluar kiameti dhe për të ka filluar llogaria. Për të ka filluar shpërblimi ose dënimi. Vdekja është ndarësja. Është ajo që ndan mes këtij vendbanimi dhe vendbanimit të përhershëm. Vdekja është ndarësja, ajo që ndan midis kohës së punës dhe kohës së llogarisë për punën. Robërt e Allahut, pas vdekjes, askujt nuk I mundsohet pendimi e as arsyetimi dhe s'ka rrugë për të kthyer përsëri në këtë jetë. Sa I përket veprave të mira, atij nuk do t'i mundsohet më t'i shtojë. Kurse për sa I përket veprave të këqija, atij nuk do t'i mundsohet më të pendohet për to ose të kërkojë falje. Pas vdekjes nuk ka gjë tjetër përveç se një grop në të cilën futet robi dhe ajo do të jetë për të ose kopsht prej kopshteve të xhenetit ose gremin prej greminave të zjarrit. Do të mbetet në atë grop deri në ditën e ringjalljes, ditën e takimit me të plotfuqishmin Falesin e Madh. Vdekja, vëllezër të nderuar, do ta marrë çdo njeri pa asnjë dyshim dhe pa asnjë përjashtim. Allahu I lartësuar thot: "Aynama takunu yudrikumul maut." Kudo që të gjendeni, do t'ju arrijë vdekja. Gjithashtu thot: "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Thuaj, vdekja prej së cilës po ikni, do t'ju arrijë. Robërt e Allahut, vdekja ka një afat të caktuar dhe një kohë të numëruar, e kur të vijë afati nuk mund të vonohet, as nuk mund të përshpejtohet. Fa idha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Kur të vijë xheli I tyre, ata nuk mund ta shtyjnë, qoftë edhe për një çast, dhe as nuk mund ta shpejtojnë. Allahu Jalla wa Ala ka thënë: "Li kulli ajalin kitab." Për secilin ajal, pra për secilin periudhë të caktuar, ka një libër që do thotë ku është shënuar caku I saj. Robërt e Allahut, Allahu e ka ngarkuar për vdekjen një melek. E ka ngarkuar një engjëll I cili është I ngarkuar me marrjen e shpirtrave. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi yuwakkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Thuaju,
shpirtin do t'ju marr engjëlli i vdekjes, i cili është caktuar për ju. Dhe pastaj tek Zoti juaj do të ktheheni. Dhe ky melek ka shumë melek të tjerë ndihmës. Alladhina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Allahu thot, të cilëve engjëjt u marrin shpirtin duke qenë të padrejtë ndaj vetvetes. Pra ka thënë engjëjt në shumës. Robert Allahut, vdekja nuk bën dallim ndërmjet të voglit dhe të madhit, mashkullit apo femrës, të sëmurit apo të shëndoshit. Askush nuk e di fundin dhe afatin e tij. Ndodh që të futet vdekja në një shtëpi në të cilën ndodhet një person i moshuar dhe një person tjetër i sëmur dhe e merr prej kësaj shtëpie të shëndoshin që është në të. Detyria për afatin e vdekjes është një çështje e ghaibit, një çështje e fshehtë. Atë nuk e di askush përveç Allahut të madhruar. Për këtë arsye ndodh që mjekët të deklarojnë për një person të sëmur, të cilit i është rënduar sëmundja, se i është afruar vdekja. Ose të thonë i ka mbetur 1 javë ose 2 javë vdekje. Dhe ndërsa Allahu i madhruar bën që i sëmuri të jetojë ndërsa mjeku të vdes. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idhnillahi kitaban muajjala. Asnjë shpirt nuk mund të vdes ndryshe përveç se me vendimin e Allahut dhe në kohë të caktuar. Robert Allahut, nëse njeriu tregohet i vëmendshëm ndaj vdekjes, i vëmendshëm rreth vdekjes, rreth kësaj ngjarje tronditse, kjo vëmendje do ta shtyjë për të përgatitur dhe për të furnizuar me punë të mira për ditën e Kiametit, për ditën e ringjalljes. Në një hadith sahih transmetohet se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kujtojeni sa më shumë hadhil al-madhallat, thyesin e kënaqësive. Pra kujtojeni sa më shumë atë që i thyen dhe i prish kënaqësitë dhe ka pasur për qëllim vdekjen. Përderisa njeriu është i vetëdijshëm për vdekjen dhe e kujton atë vazhdimisht, gjendja e tij do të përmirësohet, lidhja me Zotin e tij do të forcohet dhe gjithashtu përgatitja për takimin me Zotin e tij do të forcohet. Vëllezër të mi, kësaj vdekje do t'i vijë edhe asaj një kohë. Edhe asaj do t'i vijë një kohë, vdekja do të therret dhe pas kësaj për të gjithë do të mbetet vetëm jetë pa vdekje. Në 2 sahihet, pra të Buhariu dhe Muslimi, transmetohet se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: do të sillet vdekja ditën e ringjalljes në pamjen e një dashi dhe do të vendoset ndërmjet xhenetit dhe zjarrit. Aty do të therras një thirrës, o banorët e xhenetit. Ata do të ngrihen dhe do të vështrojnë. Do të thuhet: a e njihni këtë? Do të thonë: po, e njohim këtë, kjo është vdekja, sepse secili e ka parë një herë. Pastaj do të thotë: o banorët e zjarrit, a e njihni këtë? Do të thonë: po, kjo është vdekja, sepse secili e ka parë më herët. Atëherë vdekja do të therret para syve të gjithëve, ndërmjet xhenetit dhe zjarrit. Aty do të thuhet: o banorët e xhenetit, për jetësi s'ka më vdekje, dhe o ju banorët e zjarrit, për jetësi s'ka më vdekje. Pastaj lexoi profeti sallallahu alaihi wasallam: wa anzirhum yawm al-hasrati idh qudiya al-amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Paralajmëroi ata, o Muhammed, për ditën e pikëllimit, kur do të përfundojë çështja. Ndonse ata tani janë të shkujdesur dhe nuk besojnë. Ndonse ata tani, pra në këtë jetë të dunjas, janë të shkujdesur për vdekjen dhe nuk besojnë. Robër të Allahut, kini frikë Allahun dhe dijeni se për robin ka dobi të mëdha në kujtimin e vdekjes. Me përmendjen e saj zgjohen zemrat e hutuara dhe të shkujdesura, ngjallen zemrat e vdekura, largohet pakujdesia në ibadetin ndaj Allahut dhe përsoset kthimi i robit tek Allahu i lartësuar. Allahu i madhruar ka thënë: kullu nafsin dha'iqatul maut.
secili shpirt do ta shijojë vdekjen. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah. Shpërblimet do të plotësohen vetëm në ditën e ringjalljes. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Kushdo që shpëton nga zjarri i xhehenemit dhe hyn në xhenet, ai ka fituar. Pra ai ka fituar gjithçka që mund të dëshirohet. Wa mal hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Ndërsa jeta e kësaj bote është vetëm kënaqësi mashtruese. Ky është një realitet i madh të cilin patjetër do ta arrijmë. Dhe kjo është një ndodhi shqetësuese të cilën patjetër duhet ta kujtojmë. Njëri nga selefët, domethënë nga dietarët e gjeneratave të para të Islamit, deshi ta këshillojë një tjetër dhe e dërgoi te varrezat dhe i tha: "O ti njeri, si mendon? Po të ishe në vendin e këtyre, çfarë do të dëshiroje?" U përgjigj: "Do të dëshiroja të kthehem në jetën e dynjas përsëri për të vepruar vepra të mira, në vend të atyre që i kam vepruar." Dietari i ka thënë: "O filan, ti tani gjendesh në atë kohë në të cilën do të dëshiroje të jesh." Vëllezër të nderuar, ne tani jemi në atë vend që do ta dëshirojmë. Ne tani jetojmë në këtë jetë me shëndet, me qetësi dhe siguri, pastaj çështja do të ndryshojë derisa të ndahemi nga kjo jetë me përfundimin e afatit dhe ardhin e vdekjes. Pse të mos përgatitemi dhe të përmirësohemi? O Allah, përmirësoje gjendjen e të gjithë neve dhe na udhëzo në rrugën tënde të drejtë. Dhe dijeni, Allahu ju bekoft se i mençuri për robërve të Allahut është ai që e llogarit veten e tij dhe punon për jetën pas vdekjes, ndërsa i dështuar i vërtet është kush i ndjek ëndjet e nefsit të tij. I dështuar i vërtet është ai që i ndjek ëndjet e nefsit të tij dhe shpreson tek Allahu me shpresa të kota. O Allah, na bëj të përfitojmë dobi dhe udhëzim nga libri yt i madhrishëm, na mundëso ta ndjekim sunetin e profetit tënd Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe na ndihmo, o i adhuruari ynë, për të përgatitur për ditën e kthimit. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi, amma ba'd. Robërt e Allahut, jam përcjell në tekstet e shariatit shumë shkaqe, shumë sebepe që mund të shkaktojnë dënimin e varrit. Kështu që duhet të ruhemi dhe të largohemi prej tyre. Ndërto është gjunahu më i madh, shirku. Është shpifja e shirku ndaj Allahut. Allahu i lartësuar ka thënë për ndjekësit e faraonit: "An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya, wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab." Ata do të nënshtrohen zjarrit në mëngjes dhe në mbrëmje. Domethënë në jetën e varrit. E kur të arrijë ora, pra të arrijë ora kiametit, do të thuhet: "Hidhni thtarët e faraonit në dënimin më të rëndë." Gjithashtu, nga shkaqet që kanë ardhur në sunet është mos pastrimi nga urina dhe të ecurit mes njerëzve me thashetheme. Ibn Abbasi radiallahu anhu ma ka thënë: profeti sallallahu alaihi wasallam kaloi pranë dy varreve dhe tha: "Innama la yu'adhaban." Këta dy vërtet po dënohen. "Wa ma yu'adhabani fi kabir." Dhe nuk po dënohen për diçka të madhe. Pra diçka që ka qenë e lehtë për të bërë, por është e madhe tek Allahu. Kana ama ahaduhuma kana la yastatiru min al-bawl. Njëri prej tyre nuk ruhej dhe nuk pastrohej nga urinimi. Pa nuk e pastronte veten kur e krynte urinën. As me ujë, as me letër. Wa ama al-akhar fa kana yamshi bin namima. Kurse tjetri ecste me namime, do thot shkonte te njëri tjetri duke bartur fjalë për të prishur. Kurse te hadithi që e përcjell Semura ibn Jundub, hadithi i gjatë që e transmeton Buhariu, është përmendur dënimi i varrit për shkak të gënjeshtrës. Dënimi i varrit për shkak të kamatës. Gjithashtu për shkak të braktisjes së Kuranit, pasi njeriu ta ketë mësuar atë. Gjithashtu dënimi i varrit për atë që fle me qëllim në kohën kur duhet ta fal farzin. Dënimi i varrit për zinan.
përprishjen e Ramazanit pa justifikim, vjedhja e haxhinëve, maltretimi i kafshëve, mos mëshirimi i kafshëve e të tjera. Robërt Allahut, i dërguari sallallahu alaihi wasallam kërkonte shumë shpesh mbrojtje tek Allahu nga dënimi i varrit. Dhe është sunet dhe obligim ta thuash pas të shehudit të fundit në farz dhe në çdo namaz duan që ka përcjellë Abu Huraira radhiyallahu anhu. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë kur të përfundoni të shehudin e fundit, kërkoni mbrojtje Allahut që t'ju mbrojë nga 4 gjëra: nga dënimi i xhehenemit, min adhabi jahannam, wa min adhabi an-nar, nga dënimi wa min adhabi al-qabr, nga dënimi i varrit, nga dënimi i xhehenemit, nga dënimi i varrit, wa min fitnati al-mahya wal-mamat, nga fitnja e jetës dhe vdekjes, wa min fitnati al-masih ad-dajjal, dhe nga fitnja e Mesihut gënjeshtar. Pra është detyrë të thuhet në çdo namaz. Robërt Allahut, lexoni sa më shpesh surën El-Mulk, Tabarakalladhi bi yadihi al-mulk, sepse siç ka ardhur në një hadith nga i dërguari sallallahu alaihi wasallam, ajo është parandaluese nga dënimi i varrit. O Allah, ne të kërkojmë mbrojtje nga dënimi i varrit. O Allah, ne të kërkojmë mbrojtje nga dënimi i varrit. O Allah, na forco dhe na vendos zemrat në tauhid gjatë jetës dhe vdekjes. O Allah, na bëj të vdesim me fjalën la ilaha illallah. O Allah, na uzo ne dhe prindrit tan, ne fal gjunahet neve dhe besimtarëve dhe besimtarëve, të gjallëve prej tyre dhe të vdekurve. O Allah, na jep jetë, na jep mirësi në dynja dhe na jep mirësi në ahiret dhe na ruaj nga dënimi i varrit. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad.